Mirdita, sot do bëjmë pite me spinaq. Dalin shumë të mira, shumë të buta, të shishme shumë. Pitet i kam bërë gjithmonë. I kam bërë me karrot, me qep të njoma, i kam bërë. Me spinaq, i kam bërë dhe me spinaq, prandaj dua ta ndaj me juve. I kam bërë dhe më dalin shumë të mira. Këto lëngun e spinaqit, se unë gjithmonë kur bëj byrek, lëngun e spinaqit e shtryt dhe e kam hedhur. Më thot vajza, mami më thot pse e hedh lëngun e spinaqit, është një gjë që është i ushqyeshëm. Nuk ke ndonjë ide që ta përdorësh dhe lëngun e spinaqit dhe më lindi ideja që lëngun e spinaqit e përdor në pite vë dhe spinaq. Kam shtuar dhe spinaqin. I kam bërë për veten time, më dalin jashtëmase të mira, prandaj dua ta ndaj me juve, ta shikoni dhe juve si bëjnë pitet me spinaq. Si fillim, këtu kam spinaqin, i hedh krip. Spinaqin e kam gjethet të vogël, është i njom ujë, edhe i shtrydhi kam si që janë gjethet, me gjithë kërcellin e njom. E shtrydhi me pak krip të trash. E shtrydhi spinaqin, e përdor dhe spinaqin e hedh brenda. Spinaqin e pres të hollë dhe shimej dhe rast. Dalin pite shumë të mira, dalin sikur han një soj byrek me spinaq. I shtoj qepën, i shtoj koprën dhe karrotat grime. Tash i shtoj miellin. Shtoj majan. Shtoj dhe bekon. Bacon powderin e shtoj se 7 gram maja i hedh dhe shtoj që nuk vë maja, po vë më mirë një bacon powder. Tash këtu kam pak ujë të vakët, që të më shkrihet majaja, të më vi se i lëngu spinaqit është i ftofët. Dhe i shtoj pak e pak ujtin. I shtoj mirë prap. Do të mbuloj brumin dhe do të lëkaj të butë derisa brumi të fryhet. Sa të vi brumi që kam zënur për pitet me spinaq, i shoqëroj kur bëj një pite, një gjë kështu, i shoqëroj dhe me diçka tjetër, dhe kështu i shoqëroj me biftekje. Këtu kam mishin e grirë, do i bëj me biftek, në furrë të sopës, do të shikoni, dhe çfarë i hedh biftekjeve brenda. Këtu kam qep dhe spec të grirë, spec të kuq, që nuk djeg, spec që djeg, pak, hudhra, rigon, majdanoz,
piper i zi, edhe krip. Kripën e shikojëm. Kam dhe 2 fleta bukë të vogla, i kam fut në qumësh, i kam zbut, edhe ja hedh brenda. Dhe filloj me dori punoj. Këtu kam lëngun e specave që kam kulluar, ja hedh brenda. Vajin e duan se nuk do i bëj të skuqura në tigan, do bëjë në furrë të sobës. Do lë brumin e biftekjeve tash dhe do presim që të bëjmë pite. Do presim brumin e piteve, nëqofsh është dyfishuar si brum kart, do filloj me pitet. Tash i përhap brumin e piteve, ka ardhur. Mirë po nga që ka lëngje shumë, spinaqi, karrota, gjitha ato lëshojnë lëngje, kërkon dhe pak miell. Do t'i hedhe pak miell, derisa brumi të mëlshohet, nga dora do t'i lë dhe 10 minuta e qera kore tjetër që të vi prap. Dhe po i hedh miell prapje ta punoj pak. E punoj për herë të dytë. Pak vaj mi vete. Të e mbuloj dhe do të lë dhe prap dhe i qera kore tjetër. Sa të prespitet, po filloj me biftekjet, i fut në furrë të sobës. I kam lënë gati 300 orë dhe këto, nuk i kam hedh as vezë, as i gjë, dhe po i shtoj 1 qeregote ujë të gazuar. I shtoj pak ujë të gazuar, shumë pak. Lag pak duart me vaj. I vë kështu. I bitëm dhe, se këto po t'i putosh në furrë, blidhe. Këto janë bifteqet, për 20 minuta janë gati. Brumi i piteve ka ardhur prap, tash do filloj sa të bëjmë bifteqet, do s'merrem me skuqjen e piteve.
e shkëput brumin kështu me dorë. Nuk përdor fare aklla, përdor vetëm dorën. Që bëj pitet. Kaj të hollë ha brumin e piteve. Si që vazhdova me pitet e para, vazhdoj dhe me pitet e tjera dhe filloj pastaj ja skuqjen. Tashti po vazhdoj me skuqjen e piteve. Kam vënë tiganin. Jetë shumë pak vaj. Vaj është gati dhe tash po skuq piten. E kthej nga pak kështu sa të marrin ngjyrë nga poshtë, nuk ka nevojë për shumë se janë shumë të holla. E kthej nga ana tjetër. E rrotulloj me pirun që mos të më digjet. Vetëm sa të marrë ngjyrë. Marrë ata ngjyrën kafe. Veç nga krau tjetër, ja sa të marrë një skuqje kështu kafe. Nuk ka nevoj për më shumë. Kështu vazhdoj dhe me piten e dytë. Këto janë pitet me spinaq, dalin shumë të mira, të buta, zëri se kur ha një byreku. Vjen ere byrekut, se kanë spinaqin brenda, kanë koprën, qepën, të gjitha ato që ka spinaqin, dhe bifteqet janë gati. I nxjerr pak të lëngshme, bifteqet mos jenë të thara. Këto janë bifteqet. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbar.